Pavarësisht shumë kritikave dhe akuzave nga koalicioni Vlen ndaj kryetarit të Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, i cili muaj më parë u largua nga koalicioni Vlen, ai dhe partia e tij vazhdojnë të mbeten në qeveri. Ndërkaq, sipas njëri ndër krerët e Vlenit Bilal Kasami, Taravarit i kanë mbetur edhe disa ditë si ministri i shëndetësisë, me çka sipas tij ai dhe partia e tij do të largohen edhe nga ekzekutivi. Dhe shohim deri kur, edhe tani ditë. Se kur do të merret ndonjë vendim i tillë, Kasami tha se me Miskoskin janë dakorduar për tajmingun dhe dinamikën e veprimeve të cilat do të ndërmerren në ditët në vijim. Por ajo që është me rëndësi, që e kemi thënë bashkëpunim me BD-n dhe qeverin nuk ka, dhe këtë e kemi dakorduar edhe me kryeministrin, dhe sigurisht në këtë drejtim ditën vijim do të ketë edhe veprime konkrete. Sa i përket qëndrimeve të zëvendësministit Arben Fetaj, kuadri i ASH-s së Taravarit, Kasami tha se ai është zëri ndryshe nga disa veprime të kryetarit të ASH-s, duke thënë se ata dëshironin që edhe më tutje ASH të jetë pjesë e koalicionit Vlen dhe pjesë e qeverisë, por shtoi se në asnjë moment me element të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë siç tha me Ali Ahmetin dhe BD-n. Kujtojmë se përplaset në koalicionin Vlen filluan nga kur Taravari ka kërkuar që në zgjedhjet lokale të dalin me listat e veçanta për këshilltar komunal, gjë që nuk u pranuan nga partnerët tjerë në koalicion, ndërsa të njëjtit akuzuan kreun e ASH-s se bashkëpunon me BD-n dhe shpallën të vetë përjashtuar nga Vleni, pasi sipas tyre, për ta është e papranueshme që ndonjë parti në koalicion të bashkëpunojë me Bashkimin Demokratik për Integrim.